Shikues të nderuar, për desertin kam menduar të gatuaj banane të karamelizuara. Shumë shpesh na ndodh që kemi dëshirë për ëmbëlsira dhe nuk na ka qelluar diçka. Kjo recetë është shumë e shpejtë për t'u gatuar, nuk të merr shumë kohë, është shumë e lehtë dhe tepër e shijshme. Në tigan, këtu e vendosim një lugë gjalp. Tiganin e kam ngrohur, e kam ndezur pllakën më herët. Dhe sa po të filloj të shkrihet gjalpa, e shtojmë një lugë gjelle sheqer të kaft. Dhe gjalpa është shkrier, e shtojmë sheqerin e kaft, derisa të bëhet një karamele. Ndërkohë, derisa bëhet karamelja, i qerojmë bananet. Bananet i vendosim më vonë, për t'i bëj gati. Vazhdojmë përzierja. Dhe i shtojmë pak liker. Ja fillon të bëhet një karamele shumë e mirë dhe 2 lugë gjelle rum. I shtojmë pak aromë, kanellë, pluhur, një shije e fortë, si dhe arë moskati, një aromë shumë e këndshme, ka një shije, ara moskatit ka një shije të ëmbël, egzotike dhe pak pikante. Kështu që e neutralizon pak të ëmbëlën. Dhe këtu i shtojmë bananet, cilat i presim në mes. Vendosim. Dhe i vazhdon zirja vetëm sa të zbuten pak bananet. Dhe i hedhim shërbetin e krijuar, i hedhim sipër bananës që ta përthith të tërën. Dhe vazhdon zirja, pastaj kur i shërbejmë në pjatë, i shërbejmë pak me krem kokosi. Mundeni edhe me akullore ose me ndonjë krem sipas dëshirës suaj. Dhe fillojmë ta shërbejmë në pjatë. Pak me delikatesë, se bananet janë zbutur. Shtojmë edhe pak salce. Shikues të nderuar, kaq edhe për desertin, shpresoj që do t'ju pëlqej. Në vazhdim, ju ftoj t'i ndjekni kolegët e mi, si dhe mos harroni të na ndjekni në rrjetet sociale. Deri atëherë, mirupafshim.